Njësia administrative Stravaj është një nga 4 njësitë që përbëjnë bashkinë e Prenjasit. Kjo zonë, pjesë e rrethit të Librazhdit, për gati në gjysmë shekull përjetoi një zhvillim të vrullshëm ekonomik. Kryeqendra e saj, Sharr Stravaj, u shndrua në një qytet të mrekullueshme, me mijëra banor të ardhur kryesisht nga Elbasani, Librazhdi, Prenjasi, Gramshi dhe Pogradeci. Stravaj mbetet ende një zonë e pasur me burime natyrore dhe ka potencial të madh për zhvillim përmes investimeve në turizëm dhe infrastrukturë. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, Sharr Stravaj ishte një nga qendrat më të rëndësishme të industrisë pyjore në Shqipëri. Aty u ndërtuan jo vetëm pallate dhe shtëpi druri, por edhe objekte social-kulturore, si qerdhe, kopshte, shkolla, qendra shëndetësore, një spital, kinema, dyqane, kafeteri dhe restorante. Këto zhvillime shndruan qytetin në një nga më të famshmet në vend, ku mijëra punëtor angazhoheshin në shfrytëzimin e masiveve pyjore. Banorët e vjetër e kujtojnë me nostalgji periudhën kur Strava ishte një qytet e njohur dhe e frekuentuar nga artistë, sportistë, politikanë, këngëtarë dhe shkrimtarë të njohur si Ismail e Helena Kadare, Dimitër Shyteriqi, Dimitër Xhuvani e shumë të tjerë. Ata që ende jetojnë në këtë zonë tregojnë me krenari historinë e krijimit dhe lulëzimit të Sharr Stravajt, kur dikur punonin nga 800 deri në 2000 punëtor në sharra dhe industrinë e drurit. Megjithatë, vitet e fundit, Stravaj po përballet me një braktisje të vazhdueshme. Largimi i të rinjve dhe mungesa e investimeve e kanë çuar qytetin drejt shpopullimit, duke lënë pas një vend që dikur gumzhinte nga jeta dhe puna, por që sot është i heshtur. Banorët e mbetur ende shpresojnë për një ringjallje, ku investimet dhe zhvillimi mund ta rikthejnë dikurshëm shkëlqimin e Stravajt. Mund të flas për 400-500 vjetët, ky vend është bazë e bukur. Kjo zonë ka qenë dikur si pikë turistike, po ta them, kota me Zogut apo tjetri, sa përmendet në vitin 90 që shkatërua, këtu ishte tamam qytet. Nuk në deljeri ma, edhe ata që janë. Pas zhvillim të madh, shfrytëzoheshin pyjet, kishte ndërmarrje pyjore, e cila kishte gati 100 punëtorë, NFP-ja, ose ndërmarrje furnizimit punëtorëve, mirëmbajtje rruga, shumë tjera. Ka pas një popullsi shumë të madhe, vetëm këtu në qytet, po thuaj kanë qenë mbi 400 banorë. Janë larguar shumë njerëz, to kanë ngelur pa them 20% asaj popullate, po nuk jam dhe aq tamam. Të vetmuar, të ikurin të gjithë, vetëm pleqës. Te këtu, shpi ma një mush, ma një lopja se e kam të përdore, mbi jetojmë, nuk jetojmë ma në këtu. Kota fundit është bërë shumë largim në mas. Pasoja janë përgjasi për fshatin dhe për vetë komunitetin këtu, është problem rruga. Shkolla këto i kemi pasur dhe tani, për numri fëmijëve ka në jashtë masë dhe për gjendje është pa përballueshme për komunitetin tonë. Çdo vit ka pasur largime. Mosha jonë ka ngelu këtu tani, moshe se 6 vita e përpjet.